Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Newsroom. Sonte do të flasim për procesin që është të zhvilluar këtë javë në gjykatën speciale të Hagës ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Për të katërt, prokuroria speciale ka kërkuar një barazi dënimesh prej nga 45 vjet për secilin ose 180 vjet për të katërt ata. Do të diskutojmë sonte pikërisht të proces që është duke u zhvilluar dhe do të përmbyllet këtë javë që po vjen, ndërkohë që jemi edhe më pas në pritje, pra i hapet momenti i fazës së pritjes për të dhënë gjykim. Për këtë temë do të diskutoj me Xhavit Shalën, i cili është një ekspert i njohur i sigurisë dhe që ka ndjekur sigurisht gjithë të proces, ndërkohë që përmes platformave online kemi edhe avokatin Artan Qerkini, i cili është i akredituar pranë gjykatës speciale në Hagë dhe gjithashtu Zafir Berishën, i cili ka qenë ish pjesëtar i UÇK-s dhe gjithashtu edhe ish deputet. Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët dhe do të doja të nisnin këtë bisedë pikërisht me ju, avokat. Si e keni parë procesin në gjykatën speciale të Hagës, në llomat e specializuara të Hagës, ku duhet theksuar që kemi dy qëndrime që duken ekstreme, pra 180 vjet burg, ndërkohë që nga avokatët e secilit prej 4 ish-krerëve të UÇK-s është kërkuar pafajësi. Po, kërkesa e prokurorisë për 45 vite burgim për secilin, shikuar edhe në aspektin teorik, është një bluff procedural juridik, nga se nuk ka gjasa teorike që edhe sikur një person apo disa persona të kryjnë një vepër penale së bashku, shkalla e involvimit të tyre nuk mund të jetë e njëjtë. Prandaj është absurde të kërkohet njëjtësi të dënimit. Mirë po, këtë prokuroria e ka bërë strategjikisht, në mënyrë që opinioni fare të mos mendoj për verdikt pafajësie, por të jetë i kënaqur me çfarë do vendimi që është në 45 vite. Pra kjo është një bluff i prokurorisë, ashtu unë e kam pa. Sepse prokuroria e din shumë mirë që qëndrimi i gjykatës supreme të dhomave specializuara në rastin e Salim Mustafës është se për një të pandehur dhomat e specializuara nuk mund të shqiptojnë më shumë se 25 vite burgim. Pra prokuroria është në dienim të këtij gjykimi. Jo, le që është mas ekstreme, po është edhe në kundërshtim me praktikën e vetë gjykatës speciale. Dhe këtë prokuroria e specializuar e din. Mirë po, e thash që këtë e kam bërë për arsye strategjike. Kështu që kjo thjesht është bërë, siç thash edhe më herët, për ta shokuar opinionin, për të friksuar pandehurit dhe familjarët e tyre që ata thjesht nëse është ndonjë dënim nën 45 vite, sipas prokurorisë duhet të jenë të kënaqur. Mirë po, e thatë edhe ju që mbrojtja kërkoi verdikt pafajësie dhe mendoj se me plot bazë, nga se mbrojtja në fjalë përfundimtare arriti që ta kontestoj në mënyrë të bazuar dhe me prova teorinë e prokurorisë, sidomos teorinë e saj për të shtuquajtur ndërmarrje të përbashkët kriminale dhe përgjegjësi komanduese. Ajo gjykatë është ngritur me një ligj të posaçëm, pra është ngritur në Kuvendin e Kosovës. Dhe në momentin që jemi, çfarë mund të bëjë Prishtina zyrtare? A ka diçka në dorë që mund ta bëjë për të ardhur në ndihmë, ndërkohë që partikulohen këto akuza dhe këto kërkesa për dënim? Prishtina zyrtare keq ka mund të bëjë është që t'i paguajë shpenzimet e mbrojtjes. Atë ka në kompetencë sipas ligjit, kompetencë tjetër nuk ka. Ka pas mundësi që deri më tani do të ndoshta qeveria të kontraktoj ndonjë organizatë ndërkombëtare kredibile për të përcjellë procesin gjyqësor në mënyrë që organizatë të dalë në fund me një raport se në gjykatën speciale a janë zbatuar apo jo parimet e gjykimit të drejtë të mishruara në jurisprudencën e gjykatës së Strasburgut. Këtë ka pas mundësi ta bëj, nuk është bërë, diçka më shumë në bazë të kornizës aktuale kushtetuese dhe ligjore e Prishtina zyrtare nuk mund të bëj.
Ka pasur të mendime dhe pretendime të tilla, të cilat janë artikuluar që flasin për zhbërjen e asaj gjykate. Mund të ndodhë kjo? Ka pas fjalë të tilla, mirë po deri më sot nuk ka ndodhur. Kjo është në nivelin e spekulimit dhe si i tillë duhet të trajtohet, asgjë konkrete nuk ka pas, kështu që mbrojtja fokusohet vetëm në argumente juridike dhe mbrojtje juridike. Kjo çështje është çështje politike. Deri më tani kanë qenë vetëm spekulime, nuk ka pas ndonjë hap konkret. Besoj tash është shumë vonë për të ndodhur një gjë e tillë, mirë po politikës botërore nuk i dihet, megjithatë nuk është në kompetencën tonë të flasim diçka më shumë për këtë çështje. Ndërkohë që sa i përket provave, ju e thatë që është një proces paksa politik dhe duke qëndruar tek provat nga ana e avokatëve të katër ish krerëve të UÇK-s, është thënë që nga nuk është pranuar, pra nga ana e prokurorisë, nuk është pranuar asnjë provë që shfaqësonte në fajësinë që ata pretendonin. Në fakt, provat shfaqësuese të katër SMO-dhe janë prezantuar përmes dëgjimit të dëshmitarëve. Mbrojtja e ish-presidentit Taqi ka ftuar për dëshmitar persona mjaft kredibil, të cilët në kohën e luftës kanë mbajtur pozicione shumë të larta në State Departamentin, në UNMEK, po ashtu edhe në NATO. Prandaj mbrojtja ka vendosur që të fokusohet në cilësinë e dëshmitarëve, për dallim prej prokurorisë, e cila mungesën e cilësisë së provave është munduar ta zaventësoj me sasinë e provave. Do të thotë, mbrojtja i ka ftuar vetëm 7 dëshmitar, ndërsa prokuroria i ka ftuar të dëgjohen diku rreth 150 dëshmitar dhe 50 të tjerë pra janë dëgjuar vetëm në hetuesi dhe deklaratat e tyre janë lexuar në shqyrtimin gjyqësor. Prandaj unë mendoj se mbrojtja ka ofruar prova shumë më cilësore, edhe pse mbrojtja nuk e ka parën e të provuarit. Para e të provuarit qëndron tek prokuroria. Avokat, duke qenë se juve do të qëndroni në kohë kufizuar me neve për shkak të angazhimeve, ndaj po i ezaurojmë pyetjet që kam me ju për të dalë më pas tek dy të ftuarit e mi të tjerë. Në finale, çfarë ju prisni dhe nga ky moment që jemi, pra këtë javë përfundojnë edhe deklarimet përfundimtarit dhe sa kohë do të duhet më pas të merret për të dalë në atë verdiktin final që pritet? Po, natyrisht se mbrojtja pret verdikt të pafajësisë, nga se ka arrit me sukses që të demonstroj se pandeurit nuk kanë përgjegjësi penale, edhe nëse eventualisht ndonjë vepër penale është kryer. Aktgjykimi i denues ndaj 4 SMO-dhe do të ishte edhe zhleftësim i aktgjykimit në rastin Haradinaj dhe rastin Limaj, në të cilën aktgjykim në Tribunalin për Jugosllavi, gjykata ka konstatuar se ushtria shërimtare e Kosovës nuk ishte një ndërmarrje për bashkët kriminale, e po ashtu edhe për zotin Haradinaj, edhe për zotin Limaj nuk kishte konstatuar përgjegjësi komanduese, edhe pse ata do të thotë akuzoheshin se kontrollonin një territor shumë të ngushtë se i gjithë territori i Kosovës për cilin akuzohen do të thotë 4 shja e madhe. Do të ishte shumë absurde që gjykata speciale të konstatonte se ka përgjegjësi komanduese për 4-shën, sepse ata po akuzohen për përgjegjësi komanduese në tërë territorin e Kosovës, ndërsa ICTY, Tribunali për Jugosllavi, nuk kishte gjetur përgjegjësi komanduese për zotin Haradinaj as në zonën e Dugaçinit, që është zonë shumë e ngushtë gjithë territori i Kosovës. Prandaj marr parasysh edhe verdiktet e mëhershme, teorinë e mbrojtjes dhe provat e prezantuara nga mbrojtja, pres aktgjykim lirus. Avokat, falenderoj që ishit me ne sonte. Faleminderit. Ndërkohë bisedën do ta vijojmë me profesor. Si erdhi te ju ajo kërkesë që duhet të nishte tronditse në dëgjim të parë? Shiko, edhe teorikisht ta marrësh të kërkosh të njëjtin për 4 persona të ndryshëm, do të thotë që është ajo që tha përmendi edhe avokati, është një blluf. Gjithsesi, prokuria do të justifikoj
akuzën me ato gjysmë prova që ajo ka mbledhur. Akuzën e krimit për krime lufte. Ka një diçka, prokuroria për ta duhet të gjej prova, duhet lidhi pra organizatën kriminale, siç thotë ajo një ndërmarrje, si përmarrje ndërmarrje kriminale, duhet ta lidhi me ndërmarrje kriminale me një qëllim kriminal të parashikuar që në fillim. Pra ky grup duhet kishin patur që në fillim një qëllim kriminal. Ky grup nuk ka pasur kur qëllim kriminal, ky grup është krijuar, është pjesë e strukturave të ushtrisë shtetërore të Kosovës dhe synimi ka qenë organizimi i luftës nacionale qendrore kundër pushtuesit serb. Ky grup, nuk po them organizat, por ky grup kishte si qëllim luftën ndaj një regjimi kriminal, siç ishte regjimi i Miloševićit. Pra, këta duhet ta lidhin këtë fjalë, këtë akuzë që kanë bërë ata, pra për organizatë kriminale me qëllimin kriminal. Të dokumentuar, kjo kërkon prova shkresore, kërkon dëshmitar, kërkon gjë që ata nuk kanë arritur deri tashmë dhe nuk kanë se si ta bëjnë. Ndërkohë që po shkojnë në shumë vite për burgim. Pastaj është problem tjetër, është dëshira e tyre sepse ajo gjithçka mund të rrezohet e tjerë. Nga ana tjetër, këta duhet të lidhin, duhet të gjejnë prova të lidhin këtë veprimtari pra zinxhirin komandues, këtë veprimtari të titullarëve duhet ta lidhin me ngjarjet që ndodhen në terren, sepse ka pas fragmente, ka pasur krime të kryera. Qoftë nga një pjesëtar i UÇK-s, por kjo nuk e implikon gjithë zinxhirin komandues, të implikoj gjithë zinxhirin komandues bie ndeshme edhe me të drejtën ndërkombëtare një herë, sepse kjo në të drejtën ndërkombëtare nuk akuzohet një strukturë, akuzohet një individ. Edhe në Nuremberg kur është bërë gjyqje, nuk është akuzuar Gjermania, janë akuzuar personat. Kurse këta kanë marrë atë duke akuzuar si ndërmarrje kriminale apo si organizatë kriminale, po themi ne. Pra këto ata duhet i dokumentojnë që nuk kanë arritur ta dokumentojnë. Zinxhirin komandues, le ta marrim, kam ndjek në mënyrë të veçantë thaqet, gjykimin apo provat që ata kanë paraqitur. Cili është ky zinxhir komandues? Tha që nuk kishte autoritet, ishte drejtues politik dhe nuk kishte autoritet të vendoste në Rambuje. Pra, kur i kërkojmë nga partnerët tanë, i kërkojmë këmbgule, edhe nga delegacioni kosovar që ishte përfaqësues tjerë, kërkojmë këmbgule të firmoste, nuk e firmoste sepse nuk kishte autoritetin, nuk kishte tagër që ta firmoste, pa biseduar me komandantët në terren. Dhe ai kërkoi 2 javë kohë dhe shkoi në terren, u konsultua, i bindi komandantët dhe më pas kërkoi pra u mblodh përsëri edhe u nënshkrua ajo që quhet marrëveshja Rambujës, si dha drejtim pasaj zgjidhje gjithë çështjes së Kosovës. Këta kanë dëshmitarët e tyre, përmend avokati, janë rreth 50 dëshmitar që janë lexuar vetëm deklarimet e tyre të dhëna në hetosi. Kjo është një metodë që është përdorur në kohën e komunizmit, në Shqipëri edhe në vende tjera komuniste. Pra dëshmitarit duhet dali para dëshmia para trupit gjykues. Dëshmia formohet në gjykat, nuk formohet dëshmia në hetosi. Pra kjo është një skandal, nëse këto janë administruar si prova, vetëm duke u dëgjuar në hetosi gjatë procesit të hetimit, kjo është një skandal, është shkelje flagrante për një rend demokratik, për një shtet demokratik. Të lidhemi edhe me Zafir Berishën, siç e thamë, ish pjesëtar i UÇK-s, i cili ka qenë pjesë e strukturave të saj që në fëmijëri dhe më pas edhe ish deputet i partisë së drejtuar prej Haradinajt. Kur flasim për strukturën, se duket sikur është përqendruar debati edhe tek çështja e strukturës, çfarë mund të themi për strukturën dhe për gjendjen ku ndodhen sot 4 ish-krerët UÇK-s? Gjëra, këti procesi që po zhvillohet me një mostrum politik, e them mostrum politik sepse besoj që tashmë të gjithë e dinë se kjo është rrjedhoj e ndërhyrjeve politike, Serbisë, Rusisë e të tjerëve, natyrisht edhe mendimën e bashkëpunëtorëve tyre në Kosovë. Unë në fakt kam qenë deputet kur është votuar ligji dhe ndryshimet kushtetuese për me u formu kjo gjykatë, e cila derigon nga një raport i Dick Martit, një senator zvicron, po të njëjtën kohë unë jem prej atyre që ka marrë pjesë me qasa kam ditë edhe mujtën
bashkë me miq, shok dhe familjen në përgatitjen e luftës. Nuk jem për atyre që ka zonë lufta dhe jem për atyre që jem trajtuar kushtimisht, po them, për gjykate speciale për afër 9 orë, ku ka fillu me i marrën ish luftetarët të UÇK-s në pyetje, dhe që në atë moment, gjatë qëndrimit në prokurim e gjykatës në Hagë, unë kom kuptuar se këtë tendenca është për me krijuar një lidhje zinxhirore të njësive të UÇK-s kudo që kanë vepruar në Kosovë. Ndërsa vërtet është këtë ndryshe. Tash, kjo nuk është sekret publik, se UÇK-ja ka qenë një ushtri kuërrie e përpunë për vullnetarëve, njerëz e vullnetit mirë. Ne natyrisht tash po kemi qef në pa UÇK-n me syrin e një ushtrie profesionale të NATO-s apo edhe të Remeas apo të FSK-s aktuale, po një që duhet me kuptu se ne kemi fillu për zapas me aksione këtu të vogla, duke ngritur moralin dhe përgatit të fillimisht popullin për luftë, dhe natyrisht ndërhyrjet e Serbisë kanë bërë që të mobilizohet masa dhe ne si njerëz të orëve të para mos me pas mundësi tash me pas nën kontroll vullnetin e madh shqiptarëve kudo që jetojshin për një bashkangjit UÇK-s. Thjeshtë qëndroj në mendimin që kum pasin edhe para 7 vite në parlament, që kjo gjykatë është një tendencë për me barazhu luftën qytetare të UÇK-s dhe të shqiptarëve të Kosovës me luftën gjenocidale të Serbisë. Besoj se tashmë të gjithë edhe ata që kanë pas nështë ato dilema, sepse edhe profesori e thonë në një moment ka mund këtë edhe krime ka dhe tash ndodhin. Jo më në rretona luftë ose në ato rretona, por nuk mund t'ja atribojë të ushtrisë qytetare, sepse thashë, jo çdo gjë ka qenë prefekti. Bile mund kujtohet mesin e shumë pyetjeve provokative që kum pas për një prokurore gjermane, domethënë për gjëja ne lidhjet hierarkike nga shtabi i përgjithshëm në gjitha zonat shtabet lokale fillimisht, se ma vonë kanë ardhur brigada. Ne nuk kemi qenë gjendje domethënë në ato rrethona dhe në ato kushte në një largësi prej 7-8 kilometër prej fshatit në fshat, siç ishim pozicionuar, u duke me çuar njerëz e mas 2-3 ore me marr përgjigjen, e jo me ditën ta zonë malet e Berishës apo atje në Drenicë, se çka po ndodh në Prizren ose çka po ndodh në Kaçanik. Kjo tendencë domethënë nuk ka edhe me fjalën përfundimtare të prokurorit, dhe besoj se mbrojtja e ka demantuar çdo fakt kushtimisht që është thirrën prokuroria, sepse prokuroria në fakt sfoku nga seancat publike me që kam qenë edhe kundërshtar, për shkak se të katër i kam miq, që janë të Kingdom atje në Hagë, domethënë kum përcjellën pjesë 90% të këtij procesi. Dhe përveç seancave të mbyllura, që nuk di se çka kanë afruar dhe çka është diskutuar. Çfarë provash kanë? Kjo është publike, është shumë qesharake. Shumë qesharake, thot Zafiri, profesor, ndërkohë që thot që është një ndërhyrje serbe dhe ruse sigurisht. Shko është shumë interesante të trajtojmë pak edhe për teleshikuesin, të trajtojmë mënyrën se si u arrit të kjo gjykatë. Ka një, kemi parasysh shpallja e pavarësisë, me njëherë mas shpalljes së pavarësisë serbët, shteti i Serbisë ndjeu një intensifikoi përpjekjet për ta delegjitimuar shtetin e Kosovës. Dhe për këtë ata kishin aleat edhe rusët. Ka burime, raporte në media të asaj kohë, unë paktin kam ndjekë që në atë kohë, kam ndjekë në mënyrë të vazhdueshme, ka raporte për tendencën për ta njollosur ushtrinë qëllimtare të Kosovës, duke njollosur ushtrinë qëllimtare të Kosovës, ata do të arriteshin të njolloshin edhe shtetin e Kosovës. Shtetin, pra synimi këtyre ishte tek shteti i Kosovës. Këtu fillon që me përpjekjet e Carla Del Pontes. Carla Del Ponte dështoi 2 herë në dokumentimin e veprimtarisë kriminale të UÇK-s me rastin Haradinaj dhe me rastin Limaj.
Ajo dështoi dhe ajo pa gjithë kohën në dispozicion deri në vitin 2007 kur ajo marrë mandatin e saj që të dokumenton sepse gjykata për krime në ish Jugosllavi përfshin edhe Kosovën, domethënë si hapësirë ku do të trajtonte. Dhe ajo që e paaft, pra në dy raste dështoi, si me Haradinaj ashtu edhe dhe ajo ngeli pak e urryer në raport me UÇK-n, e dështuar në raport me UÇK-n dhe çfarë bëri? Ajo shkrua një libër, unë kam bërë një analizë në atë kohë, e kam botuar libri i verdh. Shkruan një libër dhe aty trajton disa, domethënë, përpiqet që janë pyetur persona, ka dëshmi për krimet e kryera nga UÇK-ja, nuk merren me ka dëshmi, mund të ketë dëshmi për krimet e kryer nga X-i dhe Y-i, por nuk mund të thosh ti këto janë kryer në emër të UÇK-s, sepse të kryer në emër të UÇK-s ke parasysh filmin një City Goril kur thoshte ai dilet në emër të popullit je i dënuar me vdekje, po e them, nuk i ka kryer kush këto krime në këtë formë në emër të UÇK-s. Këto krime kanë kryer persona të veçantë të cilët duhet të ishin identifikuar. Në këndvështrimin tim duhet të ishin identifikuar dhe përveç se nuk janë gjykuar nga duhet strukturat e shtetit të ri të Kosovës duhet merreshin me këta persona. Pra duhet merreshin përpara se të merri gjykata, përpara se të kaloshin në gjykatën. Pastaj Carla Del Ponte pastaj përdori atë akuzën për shtëpinë e verdhë, që ishte një edhe teorikisht, absolutisht, jo vetëm që ra, po edhe teorikisht nuk mendonte në një fshat të Shqipërisë, të thellë të Shqipërisë, të bën operacione për transplante. Kjo është çdo lloj logjike nuk e pranon. Gjithsesi ata kanë pas parimin që hidhs se diçka do të mbetet. Dhe synimi ishte të sensibilizonin opinionin kundër Kosovës. Dhe në këtu hyn lojë varësi i Carla Del Pontes në atë kohë, që ishte Dick Martin. Por në raport me Dick Martin ka disa dhëna tjera, të cilat janë bërë publike edhe në atë kohë dhe unë i kam shkruar për këto. Dick Martin e presupozohet që ka qenë në ndikimin edhe të inteligjencës ruse. Ka raporte që ai ka marrë kontakte të afërta me konsullin e përgjithshëm rus në atë kohë në Strasburg. Ka marrë kontakte të afërta dhe ka bërë udhëtime bashkë me konsullin në kohën kur ky po përgatiste raportin, pra bëhet fjalë për vitin 2010. Gjithashtu ka të dhëna, ka informacione nga mediat, unë i kam nxjerrë gjithë artikujt, unë nuk ja u dërgova sepse kushdo mund të hyjë dhe i gjen këto. Dhe që Dick Martin është takuar me një grup serbësh, po them duke filluar nga ambasadori serb në Zvicër, duke filluar nga ish kreu i prokurisë të krimeve të luftës, që quhesh Vukčević, të cilët i kanë dhënë dosje të plota. Dhe Dick Martin pastaj ishte duke qenë mjeshtër në aspektin e fjalës dhe propagandës, arriti që këtë e prezantoi në një nga komisionet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe ata e ngarkuan me misionin për të bërë verifikime dhe këtu hyn lojë pastaj dhe krijohet ajo ideja që shiko është bërë nami, është bërë diçka ka ndodhur, është bërë nami dhe pastaj kërkohet altoparlantet e kundërshtarëve të shtetit të ri të Kosovës e tjerë, nga ana tjetër të them edhe pafësia një pjesë të konsiderueshme të klasës politike kosovare që nuk u morën shumë seriozisht me atë, sepse ai raporti Dick Martin akuzonte hapur për ndërmarrje kriminale, për organizatë kriminale UÇK-n dhe në krye të kësaj organizate akuzonte Hashim Thaçin. E ka akuzuar hapur që në atë kohë do të ishte punuar shumë seriozisht, nuk do të liheshin, po ka besuar që drejtësia do jetë si për këtë do, ne s'kemi gjë për të fshehur, nuk është puna, s'ke ti, po ka ai tjetri për shpif për ty, edhe diçka do ngelen. Se sa do jenë sakta ato prova do duket nga vlerësimi që do t'ju bëj gjykata atyre. Pra, kjo bëri që në 2015-ën të krijohet gjykata. Gjykata është e rëndësishme, desa u vendos krijimi i gjykatës, ka një element në aspektin çfarë u synua. Këta domethënë faktori ndërkombëtar, po e themi Bashkimi Evropian synoi nëpërmjet kësaj gjykate
që t'i jepte një mesazh edhe serbëve që ne jemi të paanshëm dhe do gjykohet edhe pala tjetër. Pra kjo, sepse me krimet e tyre ishte marrë gjykata penale ndërkombëtare për krimin në ish Jugosllavi dhe kjo u krijuan dhomat e specializuara. Pse bile edhe mënyra se pse nuk u quhet gjykat, për t'ju thënë shqiptarëve që ne nuk ju barazojmë me autorët e krimeve, por edhe ju do të gjykoni, por u bë një sistem nuk u quhet gjykat ndërkombëtare, pra jo me statusin e gjykatë ndërkombëtare, po jo teorikisht, por faktikisht gjykatë ndërkombëtare dhe do ta bëri që të quhen dhomat e specializuara, por objekti është shumë i ngushtë, shumë i përcaktuar, që këtu duket që ka tendencë politike, domethënë ai nuk thot për krime tjera që kanë kryer serbët në Kosovë, sepse Carla Del Ponte nuk arriti të vërtetoj një pjesë të madhe të krimeve të serbëve. Atëherë pse mos përfshinte kjo edhe krimet serbëve në Kosovë për vitet 98-2000, ashtu edhe të UÇK-s, nëse nuk mund të themi të UÇK-s, por të ndodhura në Kosovë, se nuk mund të thonë që i krimet e ka kryer, sepse që në momentin që ti thu krimet janë kryer nga UÇK, ti ke paragjikuar. Domethënë, nuk e ke prezumuar të pafajshëm leadershipin e kësaj organizate. Dhe filloi ishte në kohën që u miratua, pastaj shteti i Kosovës kishte detyrën ta mbështeste këtë. Dhe sepse disa thonë pse firmose Hashimi, pse firmose ky. Shiko, shtetarët e Kosovës duhet të jepshin mesazhin gjithë Europës dhe gjithë botës dhe gjithë partnerëve ne që Kosova ka kaluar nga shtet i luftës, pra nga që doli nga lufta, ka kaluar në një shtet demokratik, në një shtet të së drejtës, që nuk ka frikë të gjykojë, edhe nuk ka frikë nuk e njeh pa ndëshkueshmërinë, pra kushdo që të jetë të dalë që ka kryer do të marrë përgjegjësi. Pra në këtë kuadër u krijuar dhe ku po përfundojnë? Përsëri ne në terminologjinë tonë unë gjykoj që ne nuk duhet ta sulmojmë gjykatën. Ende nuk duhet ta sulmojmë sepse nuk duhet vëmë dyshim që një gjykatë do të japi të drejtën. Unë kam rezerva shumë të mëdha për prokurorinë. Sepse prokuroria që është marrë me administrimin e brokut ka bërë shkelje procedurale, ka bërë selektim, pra ka marrë dëshmitë që i duhen dhe nuk ka marrë ato që lehtësojnë palën tjetër, pra ka bërë një sër veprimesh, ndërkohë që ka marrë gjithë dëshmitarët që ka gjetë shërbimi sekret, shërbimi i inteligjencës serbe. Gjithë përgjimet i ka nga ata, gjithë çfarë lloj gjëje e ka nga ata. Pra që këtu ajo duket që është ka shkruar një libër ky edhe një nga ata, edhe ai ambasadori në atë kohë që tregon rastin e Medikt Martin, por Vukčević, kreu i prokurisë së krimeve të luftës, thot me krenari, unë arrita ta çojmë UÇK në gjyq, pra ai e pranon hapur që ai e ka bërë këtë punë dhe shteti serbisë ka bërë këtë punë. Kjo besoj se nga gjykimi që do t'i bëhet, do merr shumë në konsiderat nga trupi gjykues, unë vlerësoj se do të merr shumë në konsiderat, sepse edhe mënyra procedurale e administrimit të provave, aty u tha që janë 100 sa dëshmitar, ti mund sjellësh 200 dëshmitar me çerek provash ose më tha ky, më tha ai. Ose të supozuar. Jo, mund të jenë ata dëshmitar, po nuk janë dëshmitar direkt, nuk janë dëshmitar, janë thashë theme gjithë, po i themi një pjesë e tyre, kam gjuka ky, kam gjuka ai. Këta i kanë administruar. Unë jam sigurt që pjesa më e konsiderueshme e tyre do të bien poshtë. Dhe do duket tashmë nga faza që të shkoj. Këta mënyra se si ka ndonë atë verdikt, pra që ka kërkuar nga, unë thash në fillim që ajo edhe teorikisht bie poshtë, por mbështesat atë që tha dhe avokati që synimi tashmë këta janë që të kërkojnë maksimumin, pastaj çfarë të ulet, le të ulet. Kjo është, ata nuk kanë llogarit një diçka, që kjo është një gjykat, është pranuar që është gjykat politike. Pra, ka qenë kundër personave në Kosovë të cilët kanë kryer krime, qoftë edhe ish drejtues të UÇK-s. Pra, dhe është nuk mundet ti vlerësosh si dëshmi gjërat që kanë qenë llafet këtij, llafet atij, duhen prova. Dhe kjo gjykat do t'i marrë në konsiderat, absolutisht, do të vlerësoj, sepse ne thash nuk do ta anatemojmë gjykatën, thash pse nuk ajo është gjykat që është ngritur nga Kuvendi i Kosovës, edhe po ta shohësh deklaratën që bëri Kuvendi i Kosovës, është një deklaratë e bërë nga mjeshtra,
të drejtës ndërkombëtare, por edhe të organizimit shtetëror. Është një deklaratë shumë interesante në çdo pikë të saj. Ajo jep mbështetje gjykatës, po kërkon anën procedurale. Anën procedurale ka prokuroria dhe defektet e kësaj do t'i kapi gjykata, trupi gjykues. Dua të marrë edhe një koment nga Zafiri, ish pjesëtar të UÇK-s. Zafir, si shef, në çfarë peshore janë vendosur akuzat edhe provat nga ana tjetër? Të pretenduara. Që akuzat, provat, tashmë po dijen që fillim edhe profesori, poli në mënyrë kronologjike, unë veç muj me plotësu të ajo pjesa, do më thonë gjykata është rrjedhoj e raportit Dick Martit, me mbështetjen e diplomatit rus, pastaj me infiltrimin e shërbimit sekret serb përmes ambasadorit, intervistat e të cilit tashmë janë publike. Atëherë unë kam qenë deputet edhe është debatu shumë. Domethënë dhe me që çdo njëri nga ne, domethënë janë konë sigurt se ajo që shkruhet, potencohet në raportin e Dick Martit nuk është e vërtetë. Se u flitke për një shtëpi të verë, për trafikim organës, dhe kështu me radhë. Gatunis çështja e ngritjes së gjykatës speciale. Mbi këto të dhëna, domethënë fantastike, shkencore, edhe Këshilli i Evropës e ka votu, domethënë, mirë po, kur ka filluar në praktikë, ju dini se kryeprokurori i kësaj gjykate fillimisht, domethënë, kur e ka hetuar rastin mbi të dhënat edhe të Carla Del Pontes, domethënë bjen në përfundimin, domethënë që domethënë nuk ka pas mundësi edhe nuk ka kurfar dhëna edhe nga hetimet që ndodhin në Shqipëri për trafikim organesh. Mirë po Kosova në këtë rast veç i shfutën domethënë në lojë. Atëherë kemi pas ne disa deputet më të rebelum të cilët nuk kemi pajtuar domethënë edhe me versionin duke qenë bindur se ato që thuhen në raportin e Dick Martit, mbi të cilët filloi themelimi i kësaj gjykate, domethënë gjykatën me futën edhe një herë në proces ligjet rreth gjykatës që domethënë mu trajtuar gjithë ajo që ka ndodhur në Kosovë, sepse për rikujtesën e juaj që harroi edhe profesori më thonë, kjo gjykatë është domethënë të trajtuar vetëm palën shqiptare në këtë rast, ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ne kemi pas një iniciativë, domethënë që ligji mund ndryshuar dhe domethënë mu hetu gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë, gjë që atëherë është shumë ashpër dhe. Pardon? Të ketë një lloj balancimi, po themi, për të dalë vërtet. Jo balancimi, por nëse është desh të informu një gjykatë, me që gjykatat vendore nuk kanë mund të trajtu ato që kanë ndodhur gjatë luftës, që nuk është e vërtetë, atëherë me u marrë me gjithë ato që kanë ndodhur në Kosovë. Por, domethënë presioni që është bërë nga atëherë nga ndërkombëtarët kashi atyre që ishin pushtet pasi unë isha atëherë deputet i opozitës, dhe në fakt domethënë rrjedha shkoi krejt me një drejtim për cilën ishte konstruktuar që në fillim, domethënë që në kohën domethënë kur Serbia e ka pas disfotën e dytë pas shkollës pavarësisë 2010-ën, ajo domethënë bën një padi në gjykatën ndërkombëtare rreth pavarësisë Kosovës, e u edhe një betejë politike dhe kështu nga ai moment domethënë lindin domethënë betejë tjera të Serbisë kundër Kosovës. Dhe faktikisht prej 2011-s profa ato me një moment vërtet so marrë serioze raporti Dick Martit edhe për shembull edhe libri edhe dhënat e Carla Del Pontes që kanë qenë çesharake. Edhe sot janë çesharake. Po. Mirë po, ne po harrojmë se domethënë synimi për me u futur në lojë Kosova dhe faktori ndërkombëtar ka qenë, në anën tjetër domethënë gjykata marr me çështje tepër dytësore për mos me thonë edhe çesharake nga ajo që i kemi pa se çfarë dëshmitar ka pasur, të cilët flasin se si ju ka humbur ose ja ka marrë QK-ja në Zot, atje në Kaçanik dhe gjona ndryshme që me të vërtetë është për keqardhje, domethënë një organ që thirret i drejtësisë dhe në emër të mekanizmeve ndërkombëtare, natyrisht i formuar te Kuvendit të Kosovës, domethënë merron këtë nivel. Prokuroria që në start me kërkesat e mëdha për 45 vjet burg për Zhdernjonin, domethënë ka qenë mendoj unë domethënë një kërkesë për me mbuluar domethënë dështimin e tyre domethënë për me ofruar prova.
Unë po besoj se ditën e onë, me që do tjetë mundësia që edhe antar trupit gjykys me kërku sharimi për faktet gjoja që i ka thënë prokuroria, do të zhvishet edhe më shumë. Sepse ju e keni po me një moment, për shembull, kur një nga prokurorët do më bëhet aq që sharak sa që thotë Hashimi për Hashim Thaçit, o kun gjendje do më thonë me i mashtru, do më thonë edhe James Rubinin ose edhe komandantin e NATO-s. Do më thonë që me të vërtet kjo bëhet më shumë se që sharake si proces dhe si një angazhim i një mekanizmi drejtësisë për afër 5 vite që i mua të kinë takuar do më thonë në bashkëpunëtorët tanë. Ndërkohë që Zafiri përmendë edhe faktorin ndërkombëtar dhe unë do doja që në pjesën e dytë të këtij emisioni pas publicitetit të ndalesh pikërisht këtu. Tashmë publicitet. Do të vijmë të flasim për procesin në Hagë edhe në këtë pjesë të dytë të newsroomit, ndërkohë nga ana e Zafir Berishës dua një koment sa i përket a ka pritur ai reagime të tjera qoftë nga faktori ndërkombëtar apo edhe prej Shqipërisë dhe Kosovës dhe së fundmi edhe Maqedonia e Veriut ka miratuar një rezolut ose një deklaratë në mbështetje të 4 ish-krerëve të UÇK-s. Unë natyrisht se në këtë drejtim i pakënaqur jam me shtetin e Kosovës. Çfarë mund të bëj tjetër, mendon ti? Shteti s'ka bë kur gjon. Nëse ka bë diçka, atëherë mund të kërkojmë të bëjnë edhe diçka. Mirë po, shteti i Kosovës me Albin Kurtin në krye, domethënë përpos që nuk ka bë asnjë veprim. Edhe për kujdesja ata kanë marrë edhe fondet për mbrojtjen domethënë bashkëluftëtarëve tanë, po kanë kështu që janë në këtë mostrum politik të izoluar. Ju e dini se disa nga avokatët me renomi botërore që ka qenë në mbrojtje të Hashimit dhe Kadrisë, domethënë për shkak të shkurtesave financiare që i ka bërë qeveria e Kosovës, domethënë edhe e ka ndërprer domethënë angazhimin e tyre mbrojtës. Përndryshe Shqipëria ka bërë më shumë se që është pritën edhe nuk e di çka duhet me bëjë më shumë. Domethënë edhe rezoluta fundit që ishte jo që rezolutat janë domon akte të cilët mund me pasën ndonjë impakt, po spaku ka treguar një solidaritet në raport me luftën e drejtë UÇK-s dhe miqtë dhe bashkëpunëtorët tanë që gjenden atje. Kosova në mënyrë formale e ka bërë më në fund po atë ditë një rezolut me shumë telashe të brendshme, por thash faktori ndërkombëtar në këtë rast ka qenë i tronditur nga ato fillimet raportit Dick Martit, ajo libra Call del Pontes, e kështu me radhë dhe raportimi i mediave dhe një propagandë të cilën e ka financuar dhe financon deri edhe në këto momente ku po flasim Serbia, domethënë përveç Shifni akoma ndikim. Raport. Jo, tash sidomos ditëve të fundit kur ka filluar domethënë Në çfarë forme? Sot ti në Kosovë dhe në mesin e shqiptarëve ka njerëz të cilët janë duke i fërkuar durët, domethënë që presin me u dënu krerët e UÇK-s, sepse mbi 25 vite domethënë është bën një luftë speciale e paparë në raport me ish-luftëtarët e UÇK-s dhe kjo nuk është e rasti. Domethënë në gjykimi Po në raport me procesin në Hagë. Në raport me procesin në Hagë. Raport me luftën e UÇK-s fillimisht, sepse në fundit, edhe ata që janë në dhe të tjerët që janë dënuar, ata janë rezultat domethënë e një lufte propagandistike speciale të paparë. Shaq deri në atë shkallë si që ke pasti njerëz, qytetarë të Kosovës shqiptarë të cilët domethënë kanë ra në lajtitje dhe janë joshën të shërbimit në sekret sërb për me qenë dëshmitar të rreshëm. Ju e dini se në vitin 2011-12, ku ka filluar me qarkullu raportin Dick Martit, janë në kapur në Kosovë nga organet e Kosovës 2 punëtorë shërbimi sekret sërb, të cilët domethënë kanë qenë duke përvetësuar një qytetar të Kosovës që me deklaruar rreshëm. Pra, kjo nuk është e rasti. Domethënë është një përgatitje e madhe e cila ka dikur, me thënë drejtën, të një pjesë e qytetarëve të Kosovës, të cilët e kanë mendimin kritik kufizum në raport me ato që kanë ndodhur dhe
Në fundit, ne du të më pajtu se vazhdojmë të jemi në armiqësi dhe në luftë me Serbinë në vëthonat që jemi, dhe Serbia nuk ka ikë dorë. Dhe ne jo ato që deshta me thonë ma herët, vetëm edhe një ditë nëse dënuar një luftetori UÇK-s, veçanërisht ta klerët e UÇK-s, do më thonën Serbia ka me hapur kapitullin tjetër kundër Kosovës, do më thonën sepse ajo pretendos me dënimet eventuale, do më të vjen me një shkallë, sa që para mekanizma ndërkombëtar thotë se shteti i Kosovës është bërë si rezultat i një organizate kriminale. Pra, ju e dini se vitin e kaluar ka filluar domthonjë se e njëjta politik Rusi-Serbi, domthonjë të përmendet për trafikim organesh edhe rreth videoit të luftës në Ukrainë. Pra, kjo nuk është, domthonjë, është e programuar, është domthonjë në mënyrë institucionale e bën nga Serbia edhe normal me Rusin si boshti keqës në Ballkan, dhe po shpresoj se vetëdijsimi jo vetëm i qytetarëve shqiptarë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, po dhe një pjesë ndërkombëtarëve kur e kanë pasur, sepse sido që të jetë zhvillimet në Hagë janë duke u monitoruar, domethënë nga mekanizmat ndryshëm dhe këto patërci që janë bën, domethënë në atyre burrave në Hagë, domethënë mendoj që kanë trokitën në ndërgjegjen edhe të diplomacisë, domethënë evropiane, veçanërisht amerikane. Profesor, çfarë mendon se çfarë pasojë është sjell një proces i tillë në momentin aktual, pra pa ardhur te vendimi final? Çfarë sjell kjo për shtetin e Kosovës? Shko, për shtetin e Kosovës, ky proces do të shkoj deri në fund dhe është një proces që zhvillohet nga një gjykatë e ngritur nga shteti i Kosovës. Kjo në aspektin e gjykimit është tregon që Kosova e vendosi për një gjykatë ndërkombëtare dhe po i qëndron në saj. Dhe kjo tregon që Kosova ka kaluar nga një shtet i luftës, pra që doli nga lufta, është një shtet të së drejtës, një shtet demokratik, që zbaton gjithë normat demokratike. Tashmë, procesi brenda gjykatës, pra me gjykatën Kosova është dakord sepse gjykata është mjaftuar nga Kosova. Tjetër gjë që ajo është një model i papam hibrid që mund të ketë raste shumë të rralla në botë të këtij tipi, gjithsesi sovranitetin formal mbi këtë gjykatë e ka Kosova, ndërsa sovranitetin real e kanë ndërkombëtarët, ata që paguajnë, ata atje ku qëndron në Hagë. Është shumë e rëndësishme, unë mendoj që ne nuk du ta anatemojme, e thashë një herë gjykatën. A prisni një reagim tjetër nga Shqipëria? Unë nuk me shiko, zyrtarisht këto janë reagimet, pastaj reagime individuale mund të ndodhin, po reagime institucionale, është rezoluta e Parlamentit Kosovës që është shumë e arrirur, unë e vlerësoj nga ana profesionale, vlerësoj shumë të arrirë edhe të bërë nga mjeshtra, dhe rezoluta e Parlamentit të Shqipërisë. Kaq mund të bënë, sepse përndryshe pastaj ndërkombëtarët rrinë shënojnë këto ndërhyrjen në sistemin e drejtësisë tjetër. Nuk po flasim për drejtësinë në Shqipëri dhe në Kosovë, duhet jemi po bëjmë fjalë për një drejtësi për një gjykim ndërkombëtar. Se si çfarë rrugë do të marrë, do të shohim. Këtu opsionet janë po themi 2 ose 3 opsione. Një opsion mund të jetë që kjo gjykata vlerëson nxjerr të pavlefshme shumicën e provave dhe mund të shpallet gjithë të pafajshëm. Një version tjetër mund të jetë që rrezon një pjesë, rrezon atë të organizatës kriminale, ajo është e pamundur të verifikohet dhe me siguri do ta rrezojë dhe i lejon për disa tjera. Kjo është një version tjetër. Pra ka disa për shkallën e parë, sepse ndërsa në apel pastaj apeli do të merr akoma më seriozisht. Unë në këndvështrimin tim është domosdoshme që duhet punuar çdo ditë. Ata që kanë për detyrë për këtë punë duhet punojnë çdo ditë. E para, duhet të llogarisin që mund mos fitojnë në shkallë të parë. Pra duhet paraqitur prova, sepse apeli mund të rishërtoj prova të reja. E para duhet paraqitur, duhet ngjitur prova të reja shfaqësimi, duhet goditur kredibiliteti i dëshmitarëve mashtrues. Pra këtë du të bëjnë edhe institucionet e Kosovës, du të bëjnë absolutisht. Pra, sepse deri tash është qëndruar në heshje, është folur pak edhe Serbia ka vënë gjithë motorin, gjithë makinerinë shtetërore dhe Kosova e ka lënë rrjedhje të lirë. Edhe kjo është një problem shumë i madh. Pra, ajo që nuk është bërë deri tash duhet menohet që nëse nuk bëhet në shkallën e parë në apel të gjithashtu duhet të gjenden kompanitë më të fuqishme të
jurisprudencës ndërkombëtare që të asistojnë, të mbështesin. Shiko, shumë e rëndësishme kjo edhe për Kosovën. E para, sepse këta me gjithmen nuk janë UÇK-ja vetë, se UÇK-ja është një lëvizje popullore, ka qenë e gjithë. Po këta kanë qenë pjesë e zinxhirit komandues. Pra, kanë meritat e tyre, por këto do të synohet, pastaj do të synohen që ta godasin në shtetin e Kosovës, më qenë se këta kanë qenë drejtuesit kryesor, ta godasin edhe luftën qëllimtare dhe ka një shprehje, unë kam bërë përshtypje që në atë kohë, që në momentin që doli raporti Dick Martin, thotë në atë kohë ka qenë 2010, në mos gaboj, ka qenë Boris Tadić, president serb. Me zorë prisim këtë raport. Domethënë e quajti shfaqsim të madh të gjithë asaj që kishte bërë Serbia në gjithë lutat që kishte zhvilluar në ish Jugosllavi dhe në Ballkan. Po. Ndërkohë që një koment të fundit nga Zafer Berisha, të martën Kosova do të festoj 18 vjetorin e pavarësisë me një marshim apo në shesh. Shqo, unë kam qenë deputet domon kur u bë shpallja pavarësisë dhe natyrisht me përgjërsi bukur të madhe si ish deputeti asaj legjislature, domon e shoh festën si shumë të madhe, sepse dy figurat kryesore të asaj ngjarje të madhe historike, domon siç thash, Peri përsërisi gjenden domon të izoluar në Hag. Natyrisht bashkë me to Hashimin, Jakupin edhe Kadria me Rexhën, edhe menoj se lëvizja e paralajmuar domethënë e qytetarëve të Kosovës përmes platformës Liria ka Emër është një mesazh bukur, shumë dimensional, edhe për ndërkombëtarët, por edhe një pjesë të faktorit shqiptar, domethënë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e kështu me radhë, të cilët edhe njëherë për përsëris kanë pasur dilema rreth asaj çka po zhvillohet në Hag. Po shpresoj që festa e pavarësisë në të ardhmen festohet ashtu siç duhet, duke qenë prezant natyrisht edhe aktorët kryesorë të cilët kanë kontribuar në pavarësinë e Kosovës, në bërjen e shtetit, edhe natyrisht edhe shpalljes së pavarësisë Kosovës. Sot ku e shoh Hashimin edhe Vacin Jakup, ish kryeministrin dhe kryetarin e parlamentit, dhe mund kujtohet ata 17 minuta, nëse zgaboj, gjatë kohës kur Hashim Thaçi si kryeministër lexonte deklaratën, domethënë për shpalljen e pavarësisë Kosovës, dhe kur ne gjithë deputetët që ndonin në kamp, po jo vetëm deputetët, po gjithë shqiptarët kudo që ishin, domethënë sillej e gjithë, domethënë në atë sallë, në mendjet tona, e gjithë historia 100 vjeçare e shqiptarëve për lirinë dhe pavarësi. Tek pavarësia. Profesor, jemi vetëm në sekondat e fundit. Çfarë pret në fund të këtij procesi? Pavajsi? Shiko, procesi është në 3 shkallë. Do të jemi pak të treja. Në shkallë të parë unë thash që mund të marrim pavajsi. Pra, gjykata në këndvështrimin tim duhet merret që në shkallë të parë. Gjykata vlerëson nxjerr provat e pavlefshme, bija e organizatës kriminale që aty nuk është dokumentuar lidhja e funksionimi si një ushtri gazerme i zinxhirit komandues, që ata pretendojnë që është një skandal tjetër, dhe lidhja midis leadershipit dhe ngjarjeve të ndodhura në terren. Bëhet fjalë për krime që mund të kenë ndodhur në vende të caktuara. Këto nuk kanë dokumentuar sepse nuk qëndrojnë, nuk mund t'i dokumentojnë. Por kjo tjerat bien si ajo e dominove me radhë. Një ashtu mund tjetë tjetër është që në përgjithësi ne kemi pas fat me këto Haradinaj dhe Limaj morën pavajsit. Po në përgjithësi jo të gjithë kanë marrë, shumica bile nuk kanë marrë pavajsi nga gjykatat ndërkombëtare. Pra, duhet jemi realist për këtë. Dhe do të synohet, pastaj do të synohet shumë në fazën e apelit. Aty pastaj është problemi kyç. Pra ne aty duhen hedh gjithë batarit, po duhet punohet që sot, mos pritet vendimi, duhet marr masa para se dal vendimi edhe i shkallës parë.
Pra duhet marrë masa edhe për apel, sepse mund të shkojnë në apel, pastaj mund ta çojë edhe prokuria, mund ta çojë. Pra duhen marrë masa, shteti duhet ngrihet në këmbë, shteti i Kosovës duhet ngrihet në këmbë, shteti i Shqipërisë duhet ngrihet në këmbë, sepse këtu po mbrojmë një kaos të madhe, duke mos anatemuar gjykatën, thash edhe herë, duke mos anatemuar, është një gjykatë ngritur nga Kuvendi i Kosovës. Ne problemin kemi me procedurën që ka zbatuar prokuria, nuk e kemi me gjykatën. Gjykata është e sistemit gjyqësor të Kosovës. Ndërkohë do presim se çfarë do të ndodhi këtë javë, gjithë ky proces i parë duhet më mbyllë për t'ia hapur më pas fazës finale. Xhavi Çala, unë të falenderoj që ishe me mua. Gjithashtu Zafir Berisha, të falenderoj që ishe sonte me ne, lidhur me këtë temë që për ty sigurisht edhe për çdo shtetës Kosovës është shumë delikate dhe të Shqipërisë patjetër. Ne do të shihemi të dielën e ardhshme në orën 19:00, ndërkohë që mos u largoni nga ABC News, vetëm pas pak vjen emisioni investigativ Gjërat Tona nga Kleva Delia. Bashkë natën.